Qohet thëtë se gjuha, në vend me thonë Mickovësit, hej, nëse gjuha nuk qenë ka kushtetuese, me mu kime pas, kemi shput marrëdhëniet, sepse ki për obligim ku vend me nëzirë dhe me bon si gjuhë kushtetuese zyrtare edhe me garantu me kushtetues. Kjo vazhdimisht kanë bën dhe shetit edhe 2-3 hera, 15 hera, sa u shku në Greqi, ka kry pushimet, asë njëherë në Shqipëri. Edhe atyne, është kryeministri, duhet me paraqit se Greqia duhet me zyrtarizue me kushtetut, me legj gjuhën shqipe. Kryeministri që të e ka. Edash. Të fresk këta janë krimet që ka bërë Greqia ndaj çamve atje. Kjo krimet, mizore, shpërnguljet, dëbimin me dhunë. Mora të pilon, por ajo Serbia, ajo Greqia është vazhdimisht të bo krime dhe gjenocid ndaj shqiptarëve sot. Çdo shqiptar që këshyri me shpërnda idenë edhe me fillu me organizu të bime për çështjen e gjuhës, kulturës dhe traditës, ndiqet nga policia greke, minore. Shumë e vërtet, atë çka ka bo Greqia, në vitin 1943-44 me Zerpën, e ka bo Serbia në vitin 1978, në 76-78. Pra, ta krahinat të tëra jenë shpërngull, këtë hyngo, ma shumë për mbrojnë deputetet që i ndim vetën shqiptarë në Greqi, thojnë se qamet janë edhe grekët janë popullsi shqiptare se sa qeveria Kosovës edhe se sa qeveria Ramës. Pra, shumë ma shumë, ki deklaratet histerianme, se në është datë mi shkru këto edhe se kur pytit është datë, po më sigur e herën tjetër, dalin dhe deklarojnë se shqiptarë, ne jemi familje shqiptare, të cilët e ndim shpirtënisht, flasim shqip, normal që nuk flasim në kuptimi që shkanë folë, edhe jemi shqiptarë, prandaj kemi për obligim që të krijojmë raportet mirë dhe kushtet të dovolitshme për kulturën dhe për popullin shqiptar në Greqi. Asnjëherë nuk e ngrejnë zërin. As në Prishtinë, as në Tiranë, udhëheqësit. Skund. Edhe ka fakte me bollëk se si shteti ka operu me plan për ndjekje, për dëbimin për asimilimin e shqiptarëve të Qëre, Ridvan, të është një farë problemi pak. Ende na jemi në atë fazën që se kuptojmë as demokracinë, as votën, se kuptojmë as pushtetin, as kryeministrin, as ministrat. Na ende se kuptojmë, nuk dim që është detyra dhe obligimi tyre. Si mund ndërton raporte mbështetërore dy palçe me dikë nëse futën të pe historinë e krimit, nëse nuk një historinë e krimit, nëse nuk e revidon atë. Mund është me bë raporte miqësore kur të ka bërq. Unë që dash i morë të pare bërq, se s'mujta me i marë për me ardhe i këtë edhe për me vepru, dash ata lekë s'kam qare pa i kryu, nuk mune unë mos sjellë me s'mi këthy lekën edhe parane, me ullë, me pikafe, me bisedu për probleme tranqishme. E mos flasim për shembull ku der gjaku.